Territori i Kosovës për datën 23 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta duke sjellë mod kryesisht me vranësira dhe intervale të shkurtra kthjellimi. Paraditja do të jetë e ftohtë me vranësira ndërsa pasditja vijon me mod të qëndrueshëm pa reshje në shumicën e qyteteve. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -3 gradë Celsius ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 9 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 23 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 23 janar do të jetë rreth orës 6:51 minuta ndërsa perëndimi rreth orës 16:43 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica -1 deri në 8 gradë Celsius. Podujev -2 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj -2 deri në 9 gradë Celsius. Pej 0 deri në 6 gradë Celsius. Prishtinë -1 deri në 8 gradë Celsius. Gjakov 0 deri në 9 gradë Celsius. Malishev 0 deri në 8 gradë Celsius. Gjilan -3 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj 0 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik 0 deri në 8 gradë Celsius. Suhare 1 deri në 9 gradë Celsius. Prizren 1 deri në 8 gradë Celsius.